Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë dhe mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot vërtet kam një kënaqësi të veçantë të zhvilloj një intervistë ekskluzive me një personalitet të rëndësishëm në botën e sportit. Bëhet fjalë për Simon Iveza, i cili është trajneri i klubit të basketbollit të Deçiq, por njëkohësisht është edhe zëvendës trajner i kombëtares shqiptare, gjë për të cilën mburremi që të gjithë. Atëherë më njëherë dua ta përshëndes, i dëshiroj mirëseardhje që pranoi ftesën për të bërë pjesë e rubrikës intervistë të televizionit Bojnë. Faleminderit për ftesën, gjithmonë me kënaqësi përgjigjem televizionit ton, kështu që jam në dispozicionin tuaj për pyetjet. Atëherë Simon, vërtet një intervistë që besoj të gjithë kanë interes për ta dëgjuar, duke qenë se ka të bëjë edhe me klubin e vetëm të basketbollit të komunës së Tuzit, klubin e basketbollit Deçiq, por njëkohësisht ka të bëjë edhe me kombëtaren shqiptare. Atëherë unë do doja ta filloja bisedën tonë në këtë mënyrë. Nëse do e përshkruani faktikisht jetën tuaj në 3 periudha, si lojtar që keni qenë, tranzicion dhe trajner, cili ka qenë më formues për ju dhe pikërisht pse? Kjo është një pjesë që mua më ka ndihmuar shumë, sepse vetë fakti se kam studiuar për edukimin fizik pranë Universitetit të Sporteve në Tiranë, ka qenë një fazë përgatitëse, po thoj, kaluese ajo nga faza e të qenit aktiv në basketbol, në atë pasiv të them që është në pozicionin e drejtuesit, dhe ka qenë si fazë përgatitëse jo e shkurtër, po ka qenë në mënyrë sistematike, graduale. Besoj se kjo emërtimi i trajnerit në kategorinë e parë, apo të them në kombëtaren, erdhi shumë shpejt, jo se nuk isha i përgatitur, po ecuria ishte shumë e shpejt. A besoni që sporti lind apo ai ndërtohet rrugës? Baza gjithmonë vendoset nga shtëpia, nga familja, nga ato hapat e parë që merren në familje. Besoj se nuk është se është me të lindur. Sigurisht dhënat dhe ato aftësitë motorike, fizike janë ato që janë të lindura, por nëse nuk gërshetohet me punë, apo nëse nuk vazhdohet me punë, është po thoj se talenti është gjë që vjen edhe shuhet, por besoj se mos them më pak, por 80-90% është thjesht punë. Po, çfarë e dallon faktikisht një sportist të mirë nga një sportist që lë gjurmë përgjithmonë? Besoj se ka të bëjë me disiplinën, me shpirtin garues, me karakterin e njeriut, me gjitha ato tiparet cilat janë ato që shtyn një person që t'jetë person i cili lën gjurmë. Sepse, si që dim, edhe këtu në vendin tonë dhe shumë vende tjera, ka shumë njerëz cilët kanë prirje për të bërë sportista të mirë, po nuk kanë disiplinë të mjaftueshme për të të qëndrueshëm në atë që bëjnë dhe atë që duan. A ka pasur ndonjë moment që faktikisht keni dyshuar në rrugën tuaj dhe ndoshta keni menduar në një moment që të ndryshoni rrugë, të ndryshoni krahje? Po të duket, domethënë, ecuria e jetës time, ka pas momente që kam pas, jo dyshimit, por si thosh, kam kërkuar veten edhe në lëmi tjera. Siç e dini, nuk jam marrë vetëm me sport, por në një pjesë të jetës time jam marrë dhe jam aktiv në pjesën publike apo sociale, jam aktiv në politikë, gjë e cila më ka ndihmuar shumë në sport, në pjesën e komunikimit, në pjesën e ofrimit të njerëzve pranë klubit, komunikimit me njerëzit të sferave të ndryshme. Ka pas momente që ka qenë vërtet vështirë që të kthesh në fushën e basketbollit apo të sportit mbas ndonjë lëndimi që ka qenë shumë i madh, të cilat i kalojmë gjithë ne si sportista, por gjithsesi kur është ajo pjesa e disiplinës edhe vendosmëria për të marrë me një diçka, pastaj nuk ka pengesa të cilat mund të jenë përpara. Do faktikisht të ndërlidhem me ju duke ju pyetur se si mund ta menaxhoj një sportist inteligjencën emocionale në momente presioni? Këtu vjen dallimin mes të asaj që është ti jesh sportist dhe ti jesh menaxhues apo ti jesh trajner.
Pjesa e presionit më shumë dihet kur je në fushë si drejtues. Si sportist është ajo që përgatitesh gjatë gjithë vitit, apo të them gjatë gjithë javës për të zhvilluar ndeshje. Ndërsa kur është në pozicionin e trajnerit është një diçka që duhet të përballosh presionin një herë të mjedisit nga vjen. Pastaj nga drejtuesit e ekipit, gjatë cilën unë vërtet jam me fat se nuk e kam aq të theksuar tek ekipi im, sepse kam marrëdhënie të mira dhe besim të plot nga drejtuesit e ekipit. Pastaj janë tifozat, janë ekipi kundërshtar, janë mediat të cilat e bëjnë atë vetën, por siç e thash më përpara, në jetën time personale kam pas edhe si thuaç marrëdhënie me sfera të tjera, të cilat janë jashtë sportit, dhe besoj se për momentin jam në mundësi ta menaxhoj këtë lloj presionit. Po, a mendoni që humbjet faktikisht kanë ndikuar më shumë në formimin tuaj se sa fitoret? Pyetja është me vend dhe pyetja është e vërtetë, sepse kur njeriu apo kur me ekipin pësojmë humbje, analizat janë me të thella, me të thellësishme, dhe puna është domosdoshme që duhet bëhet më mirë për të arritë fitore, për të arritë rezultatin e duhur. Kështu që sigurisht kur është presioni i cili vjen në rrjellshëm natyrshëm nga vetvetja, pastaj edhe nga njerëzit të cilët janë rreth, të bëjnë më shumë të analizosh edhe ti vërsullosh punës për të dalë aty ku është objektivi. Cila ka qenë sakrifica më madhe juaja personale gjatë karrierës? Nuk mund ta quaj si sakrificë, është gjithë kjo që bëj në jetën time ka qenë e ndërlidhur ngushtërisht me kënaqësinë. Ndoshta një periudhë që ka qenë kështu sakrificë ka qenë ndarja e hershme nga familja, sepse këtu në periudhën kur kam luajtur në basketbol nuk ka pas klub i cili na është ofruar, apo që kemi pas mundësi të zhvillohemi si lojtar. Edhe dalja ime e parë jashtë shtetit apo jashtë vendit tim ka qenë në Greqi, kam qenë në moshën 16-17 vjeçare dhe ka qenë ajo pjesa e tranzicionit të jetuarit, pavarësisht se kam pas edhe vllai në Greqi në atë periudhë, ka qenë pak e vështirë ajo pjesa e ambientimit me mënyrën e jetesës vetëm. Kështu që ajo është një pjesë e cila ka qenë goxha kërkuese. Përmendet lojtar, është më vështirë të udhëheqësh vetëm si lojtar apo të tjerët si trajner? Besoj se si trajner. Si lojtar është ajo pjesa që roli është i caktuar gjithmonë në pozicionin e ekipit cili është, dhe kur zakonisht në ekipet cilat janë të ndërtuara sistematikisht apo cilat janë ndërtuara për rezultate, secili lojtar ka detyrën e vet. Edhe ushtrohet pjesa teknike dhe pjesa taktike për atë rol që ke. Kështu që siç e thash më përpara, gjatë javës apo gjatë vitit, përgatitesh për atë që ke për të bërë. Ndërsa si trajner është kërkuese në një mënyrë tjetër, sepse do t'i përgatisesh lojtarët apo do të përgatisesh ambientin për atë çfarë do t'ju kërkosh lojtarëve. Po si erdhi ky vendim që të bëhesh trajner? Shiko, ambicjet e mia kanë qenë që kur jam marrë me sport që t'jem trajner. Të them kështu sinqerisht, sepse edhe ndoshta niveli me cilin kam qenë i angazhuar në sport nuk ka qenë i mundshëm që unë të siguroj një pjesë të jetës time mbas sportit që të mund të jetoj nga sporti. Kështu që në periudhën kur kam qenë lojtar te Partizani kam pas një trajner i cili ka qenë pastaj edhe profesor tek fakulteti ku kam studiuar, Indieri Arben Fagu, i cili më ka shtyr në pjesën e të marrët me profesion në një mënyrë tjetër. Ka qenë si profesor i edukimit fizik, pastaj edhe me shkëmbimin e mendimeve, filozofisë që ka patur ai, më ka shtyr më tepër të merrem me studimin e lëvizjeve të sportistave. Po, përmendet faktikisht filozofinë. Unë dua pikërisht t'ju pyes se çfarë filozofie ndiqni ju si trajner?
Duke qenë se dhe aty brenda ka filozofi, apo jo? Ka filozofi, besoj se është e ndërthurur me jetën e përditshme, me pjesën sociale të njerëzve ku jetojmë. Sepse filozofia strikte nuk është edhe gjithmonë e përshtatshme aq. Thash edhe më përpara, jam marrë me lëvizje shoqërore, kështu që besoj se sporti është vetëm një pjesë e jetës, edhe duhet të pasi kënaqësi, duhet të pasi mirëqenie. Në atë mënyrë mundohem që t'ja jap edhe sportistave që ato të cilët janë në shkollim, t'jem afër atyre që të emancipohen, që të shkollohen, ndërsa ato të cilët janë familjarë që t'jenë prindë më të mirë, që t'jenë bashkëshort më të mirë, që t'jenë bi më të mirë, t'jenë njerëz më të kujdesshëm. Ndërsa pjesa e sportit pastaj kalon ajo pjesa e grindës, shpirti luftarak, mënyra e të luftuarit për rezultate kështu me radhë. Po, si e menaxhoni presionin dhe përgjegjësinë ndaj ekipit? Besoj që brenda çdo ekipi ka edhe presion, por duke qenë edhe trener është edhe një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe mbi supet tuaja. Normalisht, kur njeriu merret me jetë private, është presioni vjen domosdoshmërisht vetëm nga ajo që merret robi. Por ecuria ime si sportist ka qenë graduale, si thash, nga sportist, nga një student i Universitetit Sporteve, pastaj puna si profesor i edukimit fizik dhe në fund si trajner që vazhdoj, ka qenë një pjesë e cila më ka mësuar që të përballohem me presionin. Apo të them se njerëzit me të cilë bashkëpunoj jemi të bindur tek ajo që bëjmë ne, se është e duhur për atë sa kemi mundësi. Them të ekipi i Deçiçit, në krahasim me ekipet tjera me të cilat garojmë në Mal të Zi, mund të them se jemi ekipi që kemi buxhetin më të vogël në kampionatin e Malit Zi. Por buxheti i cili është i saktë edhe nuk lejon hapësira që lojtarët të quaj të hallakatën, që të jenë kështu, të lejmë hapësirë që të dyshojnë ndonjëherë te klubi. Pse? Klubi që në periudhën që kur është president Fisnik Gjokaj, nuk kemi asnjë lloj detyrimi as ndaj sallave, as ndaj sportistave, as ndaj atyre njerëzve të cilët bashkëpunojmë qoftë për pajisje apo për bashkëpunime të ndryshme. Kështu që presioni pastaj vjen, si them, rrjellshëm vjen tek unë dhe pastaj mundohem që t'jem unë ai që marr përgjegjësinë si për rezultate pozitive, si për ato negative. Normalisht pozitivitetin gjithmonë ja vlej lojtarëve, sepse me një vendimin tim mund të humbet ndeshja, apo edhe mund të shkoj sezoni ashtu siç nuk e kemi planifikuar. Gjithsesi, ka mënyra të ndryshme me ndalje, stërvitje, meditime të ndryshme, komunikim me njerëz të cilët janë më të përgatitur në sferën time, shëtitja në natyrë, noti, hobi të ndryshme, kështu që ajo është ajo që praktikoj unë personalisht gjithmonë para ndeshjeve, që të kem disa momente orë vetëmie që ti përmbledh gjitha dhe kur të flas me sportistat të jemi kompletuar që të dalim për rezultat pozitiv. A ka ndryshuar mënyra juaj e të menduarit për lojën tani në krahasim me lojën kur keni luajtur ju si lojtar? Shumë. Sportistat kanë ndryshuar në përgjithësi nga periudha kur kam qenë lojtar me periudhën tani. Tani jeta është më e shpejtë. Është masivizuar sporti si lëvizje përditshme e jetës, edhe lojtarët kërkojnë ushtrime në periudhë të shkurtër më të specializuar. Dikur kemi bërë stërvitje nga 3, 4, 5 orë në ditë apo një seancë ka qenë. Tani, nga që është masivizuar, infrastruktura nuk e përcjell atë pjesë. Kështu që loja bëhet më e shpejtë, stërvitjet janë më të shpejta. Komunikimi me sportistat është më i shpejtë, duhet të jesh më i saktë, sepse edhe sportistat janë më afër literaturës, më afër informacionit cilat i ka dhe trajneri, kështu që do të shumë kujdes kur shprehesh me sportistat, sepse
shumë lehtë mund gabohet edhe pastaj nëse gabon trajneri sportistit i jepet më shumë drejt për të gabuar, kështu që duhet një kujdes shumë më i madh. A keni pasur faktikisht ndonjë lojtar që ju ka sfiduar si trajner në nivel personal apo profesional? Ka ndodhur ndonjë gjë e tillë juve? Ka pas. Unë jam gjenerata që tani ato sportistat që kanë luajtur në brezin tim, pothuajse të gjithë kanë ndonjë lëvizje sportive, shkolla sportive, shkolla basketbollit. Kështu që ka pas, por kam punuar në veten time që të mos i shoh gjërat si konkurrencë, apo jo konkurrencë shëndosh. Edhe në përgjithësi në jetën time nuk i shoh njerëzit si konkurrencë. I shoh jo edhe si kundërshtar, por i shoh si njerëz që përpiqen të bëjnë një diçka më të mirë se sa unë. Nëse unë jam i Zotit në atë moment që të punoj më shumë, normalisht që nuk do t'i hap krahun asnjërit. Nëse jeta pastaj nuk e ndërton momentin që të punoj, pastaj ai tjetri e ka normalisht fatin në dorët e veta. Po sa i përket autoritetit, si e ndërton Simon Ivezaj autoritetin, përmes disiplinës apo respektit? Mendoj se nëpërmjet respektit. Disiplinën e kam vetë si person edhe besoj se ajo reflektohet pastaj tek sportistat. Nuk është e vështirë të flasësh për veten, por nuk jam ai njeri që mund të duket orë minut në rrugë, nuk jam ai njeri që orë minut jam nëpër kafene, nuk jam ai që konsumoj alkool, nuk pi duhan, nuk konsumoj shumë kafe, kështu që përpiqem të bëj një jetë normale, përpiqem që edhe pse jam drejtues që të jem në atë regjimin sportiv në kuptimin e stërvitjeve në mëngjes, gjimit herët, ushqimeve të shëndosha, gjumit të mjaftueshëm. Kështu që besoj se ajo është me respekt më shumë. Sporti basketbollit, a është art apo shkencë? Apo të dyja së bashku? Është të dyja së bashkut. Është njëherë besoj se pjesa biomekanike apo të theme shkencës futet brenda, sepse lëvizjet duhet të jenë ashtu siç janë artikulacionet e trupit. Nuk mund të dalet që të ketë rezultat një gjë pa pas lëvizjet e duhura. Thosh, teknika nuk është gjë tjetër apo taktika, vetëm se është lëvizja në momentin dhe vendin e duhur. Por nëse ka një sportist i cili ka trupin e përgatitur mjaftueshëm mirë, pastaj mund të kalojë edhe në art, sepse vetë edhe pozicionit cilët luajnë lojtarët ansor janë ansor fantazist, edhe ajo jep një hapësirë të vogël për art, për lëvizje të bukura, për kënaqësina. Po sa ka vend intuita në krahasim me analizën taktike? Them ne si klub këtu e kemi pak të vështirë analizën taktike, sepse mungojnë shumë gjëra. Edhe ajo është e ndërthurur bashkë njëna me tjetrën, sepse do ti, si të thosh, ti nuhasësh lojtarët cilët i ke në ekip, edhe çfarë kërkojnë. Nëse ato kanë vështirësitë që të luajmë kundra një ekipit i cili është ndërtuar i ri, pastaj duhet analizë goxha e madhe. Lexohen skemat, koha në të cilën sulmojnë ato koshin, të cili lojtar shkon topi, dhe ne duhet punojmë në atë mënyrë që t'i ndalojmë apo t'i parandalojmë këto lëvizje. Po në një ndeshje të rëndësishme, çfarë ka më shumë peshë, strategjia apo mentaliteti i ekipit? Unë mendoj se është mentaliteti më shumë. Strategjia është një gjë me vete, por shpesh strategjia dhe nuk del gjithmonë nëse lojtarët nuk janë mjaftueshëm të fokusuar tek ndeshja, apo nëse nuk kanë mjaftueshëm dëshirë për ta marrë ndeshje. Kështu që unë mundohem gjithmonë që të jem motivues për lojtarët, që të mos merrem shumë me gjëra teorike, më shumë merrem me atë që ju jap besimin lojtarëve, që përkujdesem për gjërat që janë jashtë sportit, edhe në një mënyrë tjetër e ndjejnë veten më të detyrueshëm që të japin ndaj meje dhe ndaj ekipit.
Po si do e përshkruanit ju eksperiencën tuaj, tani u bën disa vite, si trajneri i klubit, çfarë eksperiencë apo çfarë gjurmësh ka lënë tek ju faktikisht kjo eksperiencë? Nuk ka pas shumë hapësirë për të analizuar, sepse kam ardhur po thoj se nga mos aktivizimi në mënyrë të drejtë për drejtë tek ekipi i parë në kategorinë e parë. Ajo nuk ka qenë ambicie imja, por mbas disa gjërave të cilat nuk kanë qenë të përshtatshme për vendin tonë, cilat kishin ndodhur tek ekipi jon. Në atë periudhë kam qenë edhe jam këshilltar dhe kam dhënë kritika drejtuesve të komunës apo kolegëve të mi, sepse në sport nuk mund të ndodhin këto gjëra. Kam qenë i kontaktuar nga kryetari i komunës së ateshme, Nik Gjelosha, i cili ma ofroi këtë post, edhe pse unë nuk kisha i gatshëm apo nuk e kisha menduar ndonjëherë se do të më vinte ajo lloj oferte, dhe kisha parë mundësinë apo mënyrën se si ta ndihmoj ekipin në një mënyrë tjetër apo nga një distancë tjetër. Pastaj ai vendim i cili erdhi në konsultim me një person të cilin unë e respektoj shumë, edhe është njeri i cili më ka ndihmuar shumë në sport, edhe në femiri, edhe si trajner, edhe në periudhën kur kam studiuar, edhe në jetën time të përditshme, është Anton Vulaj apo Toni Vulaj, pronari i Kastellanës, i cili gjithmonë më ka shtyrë që të avancoj në këtë drejtim që kam tani. Kështu që besoj se vendimi i cili nuk ka pas hapësirë për të studiuar, por për momentin jemi brenda objektivave të cilat i ka ekipi i Deçiqit, edhe nuk shoh arsye pse mos jemi akoma. Dhe cilat janë pikërisht ato objektivat tuaja aktuale? Njëherë është promovimi i stileve të shëndosha të sporteve, edhe largimi i trinjve nga rrugat, nga ajo që nuk është e përshtatshme për asnjë person. Masovizimi i sportit, masovizimi i basketbollit. Jemi duke tërheqë vëmendjen e pushtetit qendror, t'ju themi se Tuzi është, apo Malësia është vend që po prollohen sportista, që vërtet po tregohet kjo. Kemi nevojë për infrastrukturë, kemi nevojë për një sallë të madhe sportive për sportet me dorë. Objektivi apo synimi edhe i këtij sezonit, i cili është pothuajse është përmbushur, është qëndrimi në kategori të parë të ekipit, domethënë të kampionatit në Maltezi. Kështu që e kemi përmbushur edhe këtë sezon. Më rëndësi është natyrisht puna me të rinj, afrimi sa më shumë të rinjve kashë sportit, qoftë basketbolli, futbolli, cili do lloj sporti. Dhe unë dua të di se si punohet pikërisht me ata të rinj, me ata fillestar që paraqiten në klubin e basketbollit Deçiq, çfarë atyre ju ofrohet? E para është se jemi shumë të kufizuar me infrastrukturë, edhe stërvitjet janë shumë të shkurtra. E dyta është edhe le për dëshiruar pjesa kadrovike. Kemi goxha probleme me njerëz të cilët janë të specializuar apo të cilët të merren me sportistat. Gjithsesi, sporti këtu, apo të them basketbolli, është masivizuar goxha. Mungon pak puna profesionale që ajo të valorizohet edhe të vinë deri tek rezultatet pozitive, sepse këtë pjesën e qenit në kategori të parë po e vuajmë pak me mungesën e lojtarëve vendor. Janë lojtarë interesant, por duhen goxha punë, duhen shumë punë për të qenë lojtarë të kategorisë parë. Unë natyrisht neve edhe e përmendëm, faktikisht jo përmendët se cilat janë ato problemet apo mungesat që shfaqen sa i përket sportit të basketbollit, por çfarë mendoni se i mungon më së shumti në vendin tonë këtij sporti për të zhvilluar dhe për të avancuar? E thash edhe në pyetjen e mëparshme, infrastruktura. Mungon infrastruktura edhe mungon kuadri specializuar për të marrë me sportistat. Jemi në një periudhë, si thosh, tranzicionit apo
vim deri tek informacione shumë shpejt. Tani në telefon mund të marrim informacion, po ato informacione shumë shpesh mund të jenë të gabueshme. Në sport informacionet e gabueshme nuk janë të lejueshme sepse ajo praktikohet me fizikun tënd. Edhe nëse nuk ka punë të përditshme, nëse nuk ka punë me disiplinë, pastaj nuk ka rezultat. Atëherë dua të kaloj në një pjesë tjetër, një pjesë që vërtet na gëzon pa masë, që ju morët një thirrje, një ftesë për të bërë pjesë stafit të kombëtares shqiptare. Duam të dimë se si erdhi deri te kjo ftesë, si e pranuat këtë ftesë dhe natyrisht të flasim pak më shumë për kombëtaren shqiptare. Me fakt kjo është ëndër e çdo sportistit i cili merret me sport që të jetë pjesë e kombëtares. Për mua ka qenë ëndër që kur kam qenë aktiv si basketbolist, por rrethanat kanë qenë të tilla që nuk ja kam arrit. Janë ndërthur disa gjëra. Presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit është një person me të cilin kam bashkëpunuar në vitin 2007-2008. Kemi qenë bashkëpunëtor tek ekipi i Valbonës, ku jemi shpallë kampion, fitues të kupës dhe të Superkupës Shqipërisë. Drejtor i ekipit kombëtar është Endrit Hysenagolli, shoku im i fëmirisë apo të themi formimit tim personal, edhe trajneri i ekipit kombëtar është profesor Erkand Karaj, me të cilin kemi pas si sportista gjithmonë ato përplasjet them pozitive si lojtar për rezultate secili për veten normalisht. Kështu që thirrja ka ardhur nga profesor Karaj, me angazhimin e Endrit Hysenagollit, dhe vitin e parë të ftesës për arsye familjare nuk kam pas mundësi të përgjigjem në mënyrë pozitive, por me kalimin e kohës e kam pranuar. Është viti i dytë që jam zëvendës trajner. Kemi zhvilluar disa ndeshje kështu ndërkombëtare paraeliminatore për kampionatin evropian dhe kampionatin botror. Cilat janë sfidat më të mëdha në nivel kombëtar? Sfidat më të mëdha janë ato të cilat përballemi ne si kom themi, sepse pjesa sigurisht e tranzicionit të Shqipërisë nga pjesa e komunizmit te pjesa e demokracisë ka lënë pasojat e veta. Sigurisht edhe me infrastrukturë, po edhe me kuadër. Kështu që ngadal po vijnë po hapen ato gjëra. Sportista ka qenë një brez i periullës së mëparshme, në periullës time ka qenë lojtar goxha të mirë, por nuk kanë arritur që të bëjnë rezultate të mëdha. Kështu që presidenti i federatës me angazhimin e tij, si them, personal, ka krijuar shumë lidhje të mira me Federatën Botërore të Basketbollit, ofrimi i kuadrave të përgatitur për të përgatitur kuadrat nga Shqipëria, seminare të ndryshme si për arbitra, ashtu edhe për trajner, sikur po e rrisin nivelin e basketbollit shqiptar. Pra, pikërisht këtu doja t'ju pyesja se si e shikoni nivelin e basketbollit shqiptar aktualisht dhe a ka talent që mund të premtojnë, të shohin një të ardhme më të ndritur, të shohim një ditë pse jo duke luajtur për skuadra të mëdha botërore? Unë mendoj se po. Kemi në kombëtaren tani të ekipit të parë të kombëtares, kemi 7 lojtarë që janë në moshën 20 vjeç. Kështu që ato kanë të drejtë edhe të marrin pjesë edhe për moshat edhe U18 edhe U21. Kështu që ajo është një gjë premtuese shumë për basketbollin shqiptar. Don punë, mbase nuk mund të arrijnë nivelet apo siç e shoh tani, ky brez nuk do jetë niveli Ermal Kuqos apo i Agroni Veza, i cilët kanë luajtur në Euroleague, apo të cilët kanë qenë afër tek kampionati amerikan i NBA-s, por ka lojtarë cilësorë të cilët me punë besoj se do të kenë sukses. Si do e përshkruani shkurtimisht këtë eksperiencë tuaj në kombëtaren shqiptare dhe a ja ka vlejtur?
Aja është një nder i cili është i papërshkrueshëm për secilin sportist. Kështu që aja është një emocion i veçantë edhe secili e jep atë kontributin e vet. Shkrimtari jep në pjesën e literaturës, si thosh, sportisti e jep në sport, ushtari i jep larg qoftë në luftë. Kështu që aja është një thirrje e cila është vërtet zgjon emocione të veçanta për secilin përsa. Natyrisht nuk dua ta lë me një anë as profesionin e profesorit të edukimit fizik. Dua t'ju pyes se sa shihni të rëndësishëm sportin në shkollë. Dim që jeni vërtet shumë aktiv, dim që keni edhe grupe, mini grupe, djemësh, vajzash që merrni pjesë në konkursa apo gara brenda dhe jashtë shkollës dhe keni korrur shumë sukses. Po sa i rëndësishëm është sporti në përgjithësi në shkollë në ditët e sotme? Sporti është, mos jem subjektive dhe të them se është lënda më e rëndësishme. Vërtet mendoj se është një ndër lëndet më të rëndësishme për mirëqenien e një personit, jo vetëm fizike, të aftësive fizike, apo them fizikisht, por edhe për sistemin mendor apo psikologjik. Kështu që nuk është e mjaftueshme ajo që kemi në përshkolla. Jeta është bërë shumë e shpejtë, telefoni është shumë pranë, informacione është shumë pranë dhe fëmijët janë shumë afër gjërave të cilat nuk janë të shëndosha. Kur them nuk janë të shëndosha, gjithmonë mendoj për ekranin, për moshat të cilat u jap unë mësim. Unë do doja që edukim fizik të kishte 5 herë në javë, edhe që njerëzit ishin shumë aktiv, që në moshë vogël kur vendoset ajo baza e shëndetit të një personit. Po si mund t'i motivojmë fëmijët që të merren më shumë me sport, të jenë më aktiv, nëse nuk kanë mundësi të kenë çdo ditë në shkollë nga një orë, themi 45 minuta, pse jo të jenë në shtëpi 45 minuta të merren me aktivitet fizik? Si mundemi ne të bëjmë këtë gjë, t'i motivojmë ata? Shumë e thjeshtë, vetëm t'i largojmë nga telefoni. Edhe besoj se fëmijët vetë nga natyra e kërkojnë kënaqësinë nga një diçka. Fëmijët marrin kënaqësi tani me një lëvizje gishtit edhe e ndjejnë atë kënaqësinë neurologjike për një moment shumë të shkurtër. Kështu që besoj se duhet të dalin jashtë, të jenë në natyrë, që të kenë kreativitetin e vet, sepse fëmijët e kanë vetë nga natyra kreativitetin, lëvizjet e veta dhe të ndjejnë kënaqësinë nga ajo që bëjnë fizikisht. Është shumë e thjeshtë. Po çfarë roli luan sporti në edukimin dhe disiplinën e të rinjve? Është shumë e lidhur. Sporti është një diçka që nuk mund të ketë sukses pa ushtrime. Pa ushtrime, si më thosh, pa disiplinë nuk ka ushtrime, sepse duhet të jesh i disiplinuar që të ndash atë kohën, do të kesh kulturën që të ndash kohën për stërvitje, kështu që janë shumë të lidhur atë gjëra bashkë njëra me tjetrën. Tani kam dhe disa pyetje të shkurtra, por shumë të shpejta. Lojtari më i mirë që keni parë ndonjëherë? Fizikisht apo? Lojtari më i mirë, që është lojtari më i mirë për ju? Besoj se ka qenë Alfonso Ford, një lojtar amerikan që ka luajtur në Greqi në periudhën time. Trajneri që ju ka inspiruar më shumë? Phil Jackson. Një fjalë që përshkruan basketbollin për ju, si do e përshkruanit? Me një fjalë. Punë. Fitore apo zhvillimi i lojtarëve, çfarë ka më shumë rëndësi? Të dyja. Njëra na duhet. Fitore apo zhvillimi? Zhvillimi. Cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Nuk jam një person i cili vendos plane afatgjate, jam thjesht ai që dua ta jetoj jetën ashtu siç më vjen. Për momentin jam i përmbledhur me atë që bëj dhe ndjej kënaqësi. Në moment që të ndjej lodhje, mërziti nga ajo që bëj, sigurisht do të ndryshoj një diçka që të jem më i relaksuar, sepse edhe sporti, edhe arsimi, edhe punët e tjera janë thjesht pjesë të jetës. Dhe në fund do doja natyrisht një mesazh për gjithë shikuesit e televizionit Bojnë, por edhe natyrisht për sportdashës, i cili do ishte mesazhi nga Simoni Vezaj. Njëri i përshëndes gjithë teleshikuesit e TV Bojnë, i falenderoj ato të cilët i japin përkrahje për televizionin tuaj. Për njerëzit
cilët nuk merren me sport të fillojnë aktivitetin fizik, ta ndjejnë trupin e vet, edhe kur ndjet trupi vet, pastaj edhe pjesa psikologjike sigurisht është më e shëndoshë. Atëherë vërtet, unë të falenderoj nga zemra për këtë intervistë të sinqert, një intervistë, një rrëfim, një rrugë rrëfimi vërtet shumë interesant, besoj për gjithë shikuesit. Të urojmë shumë suksese dhe shpresoj që edhe në të ardhmen do kemi biseda për çka për të folur, duke qenë se jam më së bindur që rrugtimi juaj do jetë i gjatë në fushën e basketbollit, por kudo që të jetë ju uroj shumë suksese dhe gjitha të mirat. Faleminderit juve, gjithmonë faleminderit televizionit BOIN, gjithashtu edhe ju suksese në jetën profesionale dhe familjare. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen. Natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit BOIN. Bashkë mirupafshim. Let's go!